eksportet nga viti 2023 në vitin 2024 janë ulur me 32% statistikë zyrtare kjo. Eksportet nga njëri muaj në muajin tjetër të këtij viti vazhdojnë të bien. Prodhimi bujqësor shënoi rënje nga viti 2023 në vitin 2024, rënje dramatike ka në sektorin e blegtorisë, prodhimeve blegtorale. Pra, ne ecim drejt një ekonomie e cila mbahet sot në dy shtylla kryesore, mbahet në ndërtimin dhe në një mënyrë ose një tjetër në turizmin. Por historia ka provuar se edhe ekonomitë më të fuqishme të planetit, kur janë mbajtur në dy shtylla, kanë njohur kriza shumë të thella. Pikërisht, për këtë arsye, ne kemi shpallur Made in Albania. Made in Albania. Prodhimin shqiptar si krenari kombëtare. Ne ju garantoj, ju dhe të gjithë sipërmarrësit, se do bëjmë gjithçka që ky vend të prodhoj sa më shumë, sa më me cilësi dhe sa më me konkurrencë. Ne kemi shpallur dhe jemi të bindur se po thuaj alfa dhe omega e programit tonë duhet të jetë ekonomia, ekonomia, ekonomia. Kjo grope të mërshme që po krijohet në këtë vend nga largimi masiv i shqiptarëve ka në themel ekonominë. Zoti Jaka paraqiti këtu shqetësime ndër më seriozet dhe u po marr sektorin e ndërtimit. Ai tregoi se në këtë sektor taksat janë 10 dhe 12 fishuar. Kush i paguan këto të dashur qytetarë? Këto i paguani ju. Këto Edi Rama, qeveria ja u vendos ndërtuesët janë të detyruar t'i pasqyrojnë në çmimet e banesave dhe ndaj ato. Ose shtrohen në moll të ndaluar, ose ju duhet punoni dekada të tëra për të bler një apartament. Pra në një treg të deformuar. Sektori i dytë ku mbahet, që është sektori i fuqishëm dhe Shqipëria në mënyrë të padiskutueshme ka një potencial shumë të madh. Dhe larg së shfrytzuari në shkallën e dur është turizmi. Turizmi, por në vlerësuar nga shifrat e qeverisë, 10 milion turist, me 7 milion net fjetje, tregon se në këtë sektor, po të krahasojmë me Malin e Zi, i cili merr 2,6-2,7 milion turist në vit, ne kemi një informalitet prej 80%. Informalitet ky që pasqyrohet direkt tek qytetari i thjesht, sepse qytetari i thjesht përfiton nga shitja e përgjithshme në këtë sektor, përfiton gjithsej të 7-8 milion euro në buxhetin e shtetit me TVSH-n, në një kohë kur ky qytetar shpenzon për rrugët, furnizimin me ujë, me energji elektrike, tjerë të ashtu quajtur investitor strategjik në fushën e turizmit, shpenzon çdo vit 430 milion euro. Ne e konsiderojmë jetike një ndërhyrje emergjente, një revolucion të vërtet në ekonomi, me të cilin ne besojmë se do të shënojë një kthes rrejsore. Së pari,
ne jemi dhe mbetemi të zotuar para biznesit për një revolucion të ri të vërtet fiskal. Ne besojmë se parat në kontot e tyre janë më të vlefshme për shoqërinë dhe qytetarët se sa në kontot e qeverisë, mbasi kjo jep mundësi të mëdha punësimi, zgjerimi të aktivitetit, ndaj dhe ne do të kalojmë në një sistem fiskali në cilin së pari stabilitet i atij sistemi. Kodi nuk do mund të ndryshohet siç është ndryshuar gjatë këtyre viteve me ndikime nga më absurdet, por kodi do miratohet në fillim të 4 vjeçarit dhe ai kod veç se nëse pëson në një përmirësim, por nuk mund të ketë keqësi, do merret a priori e drejtë dhënë për investitorin, për biznesmenin dhe nuk mund të ndryshojë në disfavor të tij. Do vendoset taksa e shesht 10%. Ne jemi për taksën 10%, taksa e shekujve dhe mijëveçarëve e njerëzimit. Është e faktuar si taksa më e drejtë. Është e faktuar si taksa e cila jep frymarrje ekonomisë. E kemi eksperimentuar ne në vitin 2005 dhe ne nuk patëm, jo që s'patëm ullje të ardhurave, por patëm dyfishim të ardhurave. Kjo është e vërteta. Por taksa 10% do të mbetet ndjellëse për të gjitha taksat tjera. Ne do ulim progresivisht detyrimin e sigurimeve shoqërore. Ne po shkonim drejt saj dhe absolutisht ajo ishte një veprim shumë i drejtë. Nuk mund të them se kjo do bëhet 100 ditë e para, por kjo do bëhet në mënyrë të padiskutueshme, ne do zbresim, kemi qenë tek 15%, mos gaboj zbritëm apo. Pra ne do ulim taksën e sigurimeve shoqërore, sociale. TVSH-ja nuk ka më tabu. Jo, do zbritet në 15%, me qëllim për të zbritur dhe më poshtë. Nuk mund besoj unë se ai 20% është një nivel i shenjtë edhe s'duhet ta prekim. Do ta prekim. Do ta ulim në 15%. E kemi patur dikur në 93-94 12.5%. Tani do zbresim tek 15 për të pasë ku mund zbresim përsëri. Energjia elektrike do të jetë më e lira në Europë. 6 lek për kilovator. Shqipëria ka çdo potencial për të furnizuar biznesin me 6 lek kilovator. Kaskada e Drinit e bën të plotësisht të mundshme për çdo sipërmarrje publike energjetike. I fryn ata kostot dhe shpenzimet duke punësuar armat militantësh e tjerë, dhe kush i paguajnë qytetarët dhe biznesin. Pra, nga 18-24 lek që është tani mos gaboj, ajo do zbres në 6 lek. Dhe do jetë nga vendimet e para, do jetë vendimi 100 ditëshit. Taksa e shitjes pronës do ulet në 2%, nga 15% që është. Çmimi i karburanteve në pika të shitjes me pakiz do t'jetë plus minus 10% me çmimin në Kosovë dhe Maqedoni. Nuk do shkojnë më njerëzit për të mushë serbatorët e makinave dhe kamioneve në zonat përreth kufitare. Në një kohë kur ne kemi portet, ata e marrin nga portet tona dhe shesin më lirë se ne. Pse shesin? E shesin për ata, të jemi sinqert. E shesin sepse taksa në 1 litër naftë e shtetit është 1.1 euro, nuk ekziston në asnjë vend tjetër. Tjerë të shesin në pompa me 1.1 euro, ne i vendosim taks shtetërore
komplekse, 1.1 euro. Merr fund kjo. Do të reduktohet me 4 herë numri i inspektimeve. Inspektorët janë jo vetëm janë grabic të mëdhej kohe të bizneseve. Ngulen aty dhe ka rrezik që po t'ja llogarisish ditë të inspektimet që humbet biznesi me inspektor, mund shkojnë 40-50 ditë, plus të tjera e tjera. Ne që të përgatitur dhe do ta instalojmë sistemin digital të inspektimeve. Sistemi digital në kupton që çdo njeri që paraqitet lën gjurmë, edhe nuk do mund të ketë më abuzime me kohën, as dhe me gatishmërinë e bizneseve ndaj inspektimit. Kontrollet të bëhen mbi bazën e analizës riskut. Ne kemi objektiv të arrijmë në 30% të prodhimit të brendshëm të ardhurat buxhetore, por ne jemi të bindur se kjo ulje jo që s'do të paksoj, por do të rrisë të ardhurat buxhetore. Do ketë përjashtime nga taksat për 5 vite për të gjithë ata shqiptarë që kthehen dhe investojnë në vendin e tyre, kursimet e tyre. Sikundër, taksa lokale nuk do mund të jetë kurrë më shumë se 1% e xhiros vjetore. Se ky çka ka ndodhur sot? E ka bërë taksën 0 për bizneset e vogla dhe janë 10 fishuar taksat lokale. Gjerë në taksa antikushtetuese. Bashkia thot vendos taks për arsimin, po ku e gjen ti të drejtën të vendosis taks për arsimin në një kohë kur arsimi ka një sistem nuk është në shkallë i decentralizuar. Arsimi është sistemi i qendërzuar. Mbi bazë do ndërtoj shkolla, po ato t'i bëj shkollat me një fjalë. Edhe tani nuk dihet se ku ka shkuar taksa, por në radhë parë nuk mund të vendoset taksa. Taksat janë antikushtetuese. Do bëjmë gjithçka për punësimin e trive. Do marrim përsipër për çdo të ri të punësuar 1 vit sigurime shoqërore. Çdo të ri që investon gjerë moshën 25 vjeç pa taksa. Po kështu dhe gratë familjare, kryefamiljare. Ne jemi për krijimin e zonave të lira ekonomike. Në rast se vështron 34 vite, Shqipëria nuk ka arritur të ketë zonat e lira ekonomike në një kohë kur fqinjtë tanë i kanë suksese të vërteta. Maqedonia i ka sukses të vërtet. 6 ka dhe po shton të tjera. Serbia ka 18. Pra ne do të bëjmë gjithçka për të filluar me 4 zona ekonomike dhe pastaj sipas mundësisë. Në zonat ekonomike nuk do lejohen investime nga offshore, sepse kthehen qeveritarët e sillin ato që i kanë vjedh, edhe kjo pastaj e bën të pamoralshëm zonën e lirë ekonomike. Ne kemi patur në tënë dhe kemi ngritjen e një bankë zhvillimi. Natyrisht kjo bankë zhvillimi do të ngrihet në bashkëpunim me institucione financiare ndërkombëtare, në mënyrë që të ketë të gjitha garancitë dhe shteti shqiptar të marrë përsipër garancirat, marrë përsipër kreditat, marrë përsipër mbështetjet leverdishme financiare për biznesin shqiptar. Ju shtruat disa çështje shumë serioze
Dhe unë po ndalem në njërin për i tyre, çështja e gjykatës administrative. Çfarë ndodh sot? Ajo që ju pësoni, dhe unë e kam thënë me 10 herë, ne nga kjo që pësoj drejtësia mas reforme, ne humbasim miliarda euro të ngrira, të blokuara në çështje civile, midis jush, midis shtet, në tërësi, domethënë. Dhe unë sot nuk di një investitor serioz të huaj që të marrë mundimin të vi në këtë vend ku ka zero siguri juridike, sepse s'ka proces. Se në qoftë se ti thua do presish 10 vjet, ai nuk është proces. Ty të shmohuet drejta një procesi ligjor. Por unë kërkoj që të ngrini zërin. Ta ngrini zërin për këtë. Pse? Ku jemi ne sot? Kjo sa interesant është. Ne jemi sot në një përballje me pasoja të tmerrshme ekonomike, ligjore, të drejtash njeriut në këtë reformë, të cilës i dalin zot në një përçmim, e them këtu, të vetëdijshëm apo të pavetëdijshëm ndaj shqiptarëve. Pse e them këtë? Sot, për çështjet civile, duhet presish 10 vjet, 15 vjet. Dhe kjo nuk po vjen duke u paksuar, se u ndjek me shumë interes. Ishin 130.000 dosje të dashur miq, tani janë 150.000 dosje. Dhe po të pyesish, reforma, çfarë reforme? Reformë që u mohon shqiptarëve të drejtën e procesit ligjor. Po dënohen zyrtar, miq. Por zyrtar, marrni një statistikë, ju lutem. Kina komuniste dënon më shumë se çdo vend tjetër dhe dënimet më të rrepta se çdo vend tjetër për korrupsion. Por dënon dhe politikisht Kina. Ndaj dhe quhet diktaturë komuniste. Po, ja u them unë ju, Kina e lufton korrupsion me masa drakoniane, me ekzekutime. Po Kina dënon, po këta prokuror dënojnë politikisht. Pse e sjell këtë shembull unë? E sjell këtë shembull se shqiptarët kanë nevojë urgjente për një reformë në Komisionin e Venecias, për një rireformim të këtij sistemi. Sepse çfarë po ndodh? Ky Ortek po bëhet gjithnjë më i madh, dosjet po bëhen gjithnjë më të mëdha. Biznesmen, qytetarët nuk marrin drejtësi civile, nuk marrin të drejtat e tyre. Nuk është problemi këtu. Thash dhe njerë, u jap shembullin e Kinës. Kina është më e ashpra në dënimet për korrupsion. Po puna është se Kina jep dhe dënime politike. Dhe e vërteta është që ka një klim biznesi të pakrahasueshme. Sepse nuk pret kush 10 vite për të marrë për një biznesmen në 10 vite falimenton ose pra është një çështje që ju duhet të ngrini zërin tuaj. Në qoftë se ne ngrem zërin ton, sigurisht ne ngrem se ne politik apo jo. Ne ngrem sepse ne nuk mund të pranojmë një drejtësi politike. Por ju si biznes, qytetar si qytetar, duhet të ngrenë çështjen se atyre u mungon procesi ligjor, që është një drejtë më themelore e tyre. Prandaj dhe këtu duhet një partneritet i përbashkët, të themi gjëra si qartë. Dakord, u dënuan disa ish zyrtar, po kjo nuk justifikon të presi një popull, një popull i tërë për një proces 10 vite, 15 vite. Jemi këtu, edhe s'ka si të mos 62% e të paraburgosurve në Shqipëri janë të paraburgosur për definicion të pafajshëm, të pa dënuar. E di si çfarë vendi u bëm ne? Kape dhe fute. Sepse s'ka gjykas për ta shqyrtuar, se s'ka prokuror për ndjek dosjen. Porti i Durrësit, mos e pyet. Porti i Durrësit ka vetëm një funksion, të mos kapet asnjë kilogram drogë.
e ka marrë poja, tani e kishte ky Vengu kur ishte drejtor, e zgjidhja atë punë dhe tani atë administron. Në aparencë ka një drejtor. Në fakt, drejtori vërtet është poja, ky Kababanda e Durrësit, tani më i fuqishmi, apo Troplini, apo se si e ka atë mbiemrin. E keni shumë drejt. Zotëri që kërkoni, sepse është një keqardhje e madhe për punojësit e sektorit turizmit. Ata shpërngulen nga të katër anë për 3-4 muaj punë dhe pastaj ngelen dhe nuk duhet t'i lamë në këtë mënyrë. Ne shteti duhet ndërhy. Shteti duhet të ndërhy. Ti mbështes. Këtu duhet të mbështet turizmi. Që bashkë me sipërmarrjen, këta punojës vërtet nuk janë. Jam dakord plotësisht me vendosjen e bakshishit. Jam shumë dakord. Dhe të pataksueshëm. Ai ekziston, po një gjë që ekziston, më mirë legjitimoje, quaje pjesë të shërbimit që ai bën dhe mos e takso. Do të kalojmë ligjin e sponsorizimeve. Ne do të kalojmë ligjin e sponsorizimit me të cilin biznesi do të ketë lirinë e mjaftueshme për të investuar, për bamirësi, për të investuar në kulturë, në sport dhe në fushat që ai do të kontribuojë dhe do të bëjë, do të njihet si njëri mbështetës. Unë po vi nga Napoli, edhe një biznesmen shqiptar kishte sponsorizuar boksierin i cili kishte dalë kampion bote. Dhe ajo kishte krenari të madhe dhe ne krenari, edhe më dhuroi dorashkën e tij, dorëzën e boksit të dorës majt me cilë kishte hedhur në kaut kundërshtarit. Po, pra, detyrimisht që ky ligj do kaloj shumë shpejt, ju siguroj se do të jetë në ligjet e para që do kalojmë ne këtë. Taksa të ndërtimit, këto janë absurde, do marrin fund në këtë mënyrë. Ne rikthejmë ato leqit e se kemi patur këtë shtrëngimin social. Pra, rikthehen tek nivelet më të ulta. Absolutisht me një indeksim të asaj që ka qenë dhe jo 10 herë më e lartë si të është sot, apo edhe më shumë se sa 10 herë. Taksa e plerave, taksa Rama, pyesni policët, ju lutem. Pyesni policët, dilni tek kthesa e Kamzës, edhe polici detyrohet të ndërrojnë kamionin. Është taksa e plerave. Nuk lën një kamion me kaluar. Priti thotë. Ktheu shko atje, po pse mor do të shkoj atje unë? Dheu është mall. Dikush e heq, tjetri e blen sepse i duhet. Ky tani do t'ja dorëzosh të gjithin Edi Rams dhe Erion Velis, i cili është tani po vazhdojnë ta marrin, problemi është. Dhe ata e shesin. Dhe do shkosh atje ta blesh. Tek ata. Kjo është një nga aktet më korruptive, por problemi është se meqense se del emri Edi Rama, aty se thonë policë, që janë kamion të Rams këta dhe nuk mund të kalë se kemi porosi, ata nuk e hetojnë. Se kap një çështje prokuroria ku është implikuar Edi Rama në mënyrë absolute asnjë. Ju lutem. Edhe ju dhe kërkoj që të ngrini zërin fuqishëm kundër narko-euros. Eksportet po vdesin në Shqipëri nga narko-euro. Sepse ju jeni vetë biznesmen. Ju e dini, po nëse tulet fitimi 30%, çfarë të ngele ty për fitu pastaj? Në eksporte s'ka fitim më të madh. Ai nuk shkon as 30. Në eksporte fitimi shkon 10%, maksimumi 15%. Këtyre vetëm me euron këtyre sipërmarrësve, këta gjobitën 35%. Dhe po falimentojnë njëri mas tjetrit.
Dhe ndaj dhe bie prodhimi nga vitin vit, ndaj dhe bie punësimi nga vitin vit. Është e domosdoshme që të ngrejmë zërin, është krijuar në Shqipëri narko-euro. Nuk ekziston narko-euro në asnjë vend tjetër të Europës, sepse nuk ka narkoshtet, vetëm Shqipëria është narkoshtet. Prandaj dhe unë e vlerësoj zërin tuaj, pse ne do krijojmë, edhe i garantoj eksportuesit, do krijojmë bordin, i cili do bëj vlerësim dinamik dhe do kompensoj çdo eksportues masën e dëmit që i vjen nga lëvizja e kursit këmbimit nga euro. Po, do e bëjmë atë ne. Përndryshe ne s'kem as prodhim, as punësim, as... Taksa për pronat e pashitura, dakord jam. Natyrisht do gjejmë një mënyrë se, si të dini, ka një ndërhyrje të fuqishme të narkosektorit. Edhe ndërhyrjen e bën ndërtim më shumë ai. Do gjejmë një mënyrë që ato të mos mund të mbeten, që ndërtuesi të mos mund t'i ndërtojë dhe t'i lejë të pres vetë pa i shitur, por jam shumë dakord që ato nuk mund të trajtohen sikur janë shitur dhe sikur po përdoren. Tani, ju keni bërë një platformë shumë të mirë, dhe ne, kjo ishte dhe platforma jonë, ne ju garantoj se do të pasqyrojmë plotësisht shqetësimet tuaja edhe këto që diskutuam këtu, dhe i gjejmë shumë të arsyeshme, shumë të drejta. Dhe në këtë mënyrë, ne shpresojmë të paraqesim biznesin shqiptar për të gjithë sektorët. Një platformë të Made in Albania, pasi Made in Albania është shtyllë kryesore e Shqipërisë madhështore që duam të ndërtojmë. Ne do të investojmë dhe besojmë se energjia, Shqipëria ka potenciale të jashtëzakonshme energjetike, sidomos tani me rënien e paneleve solare, çmimet panele solare, Shqipëria mund ta nxjerrë prodhimin diellor, prodhimin më kryesor. Mjafton që të përka biznesin, të përka kompanitë private, por dhe qytetarët në instalimin qoftë paneleve për çdo banesë, qoftë për sipërmarrjen, qoftë për krijimin e parqeve energjetike solare, po kështu ne mbetemi të vendosur shumë për shfrytëzimin e erës, ka një potencial shumë të madh eolik Shqipëria dhe në zonat të cilat shndrohen në zona shumë të dobishme për vendin, dhe ne do të bëjmë gjithçka. Ne kemi një nga gazsjellëset e mëdhenj të Europës, ne hapat e para që do bëjmë gazifikimin e qyteteve dhe do shqyrtojmë aksisin e gazit, siç e thatë ju më shumë të drejtë se pra, një transformim i madh. Një transformim i madh na